Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri drejt për drejt nga kisha Shënpalit. E kemi rastin që sot të marrim pjesë me televizorin ACTV, televizori komunitetit tuaj, televizori shqiptarve. Kudo që jemi ju përshëndesim. Sot kemi rastin që të marrim një takim, një prenancim të një tubimi që bëhet këtu të kisha Shënpalit. Është rasti për promovimin e librit të Luiz Gjunçaj, Kjo tokë ju pret. Kemi dëgjuar një vepër shumë interesante, sepse flet për mërgimin, për mërgjimtarët, se si mërgjimtarët janë larguar nga malësia, ma tepër se gjysma e malësisë gjendet këtu në mërgjim, por megjithatë mundohemi t'i majmë gjallë gjuhën dhe traditat tona të bukura që na i kanë lënë të parët tonë. Pra malësorët edhe pse jetojmë në mërgjim, jemi gjithmonë të lidhur, jemi ura ndërlidhëse me malësinë, dhe malësorët kanë punuar shtëpia, janë gjithmonë në rrilla të malësisë, sikur me komunën, gjatë fitimit komunës dhe drejtave të shqiptarve në Maltëzi, malësorët asnjëherë nuk kanë munguar dhe nuk do të mungojnë që të japin ndihmesën e vetë. Prandaj sonde kemi nderin dhe kënaqësinë që të përcjellim drejt për drejt nga qendra kishës Shënpalit edhe promovimin e librit më të ri të Luiz Gjunçaj, dikur ishte edhe ish ministër në shtetin e Maltëzi, njeri që është marrë me politikë, është marrë shumë me çështje kombëtare, është marrë shumë me ngjarjet dhe kulturën e malësisë. Prandaj sigurisht që edhe vepra e tij do të ketë rëndësi të veçantë, por ne do të përcjellim gjatë këtij takimi recenzerët dhe ata që do të flasin më tepër për librin. Do ta ndiqim në vazhdim.
dashamirës të kulturës librit, ju uroj mirëseardhje në këtë event të veçantë për të gjithë, në promovimin e librit të zotit Luigi Junçaj, një figurë shumë e njohur në fushën e ekonomisë, politikës dhe gjithmonë në shërbim të komunitetit shqiptar. Në fillim si kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve, më pas si deputet e më pas si ministër për mbrojtjen e të drejtave të pakicave, po ashtu dhe si lider i UDSH-s. Luigi Junçaj është ambasadori i Federatës për Paqe Universale dhe antar i Këshillit Shqiptar të Paqes. E së fundmi, autor i librit Kjo tokë ju pret. Pa elogje kësaj radhe dhe për të treguar atë eksperiencën time personale, ndoshta është jashtë asaj skaletës që ne me profesor Lajçaj kemi bërë si fillim. Unë kam lexuar këtë libër dhe emocioni që më dha ishte i jashtëzakonshëm. Flitej për historinë e ne shqiptarëve. Të gjithë kemi njohur një vat në jetën tonë, të gjithë kemi njohur një histori e migracionit, të gjithë kemi njohur dhimbjen, të gjithë kemi lënë prindër atje thej, për te oqeanit, të gjithë na kanë përcjell në aeroporte, edhe i kemi lënë me lodhën sy. Këtë ndjesi më ka lënë ky roman, edhe prandaj unë më shumë se kushdo, zoti Junçaj, e kam më të freskët të dhimbjen, edhe dua në emër të gjithëve ne t'ju falenderoj dhe t'ju përshëndes për të gjithë atë punë fantastike dhe të jashtëzakonshme që keni bërë në çdo rresht të atij romani. Jam e bindur që kur të gjithë ta lexojnë, do të ndjehen po njësoj si unë, do të gjejnë veten si pjesë të atij romani. Ne jemi artist, jemi aktor, regjisor, gazetar, profesor, kemi profesione nga më të ndryshme, po në fund të ditës jemi të gjithë njerëz, edhe më e rëndësishmja jemi të gjithë emigrantë, jemi larg dhe uton. Kështu që jam e bindur që të gjithë do ta gjejnë veten tek ai libër. Unë dua të falenderoj përsërisht zotin Lesh Junçaj, kryetari i Fondit Humanitar Rapsha, profesor Lula Shpalushaj, zotin Zef Përgjega, zotin Rafael Floqi, dhe kam nderin që tani fjalën t'ia kaloj një figure shumë të rëndësishme të komunitetit shqiptar në Amerikë dhe kudo ku ka shqiptar, profesor Dr. Anton Lajçaj, një figurë që përfaqëson me dinjitet komunitetin tonë shqiptar këtu në Michigan dhe është një nga ato rastet kur sukseset janë të jashtëzakonshme dhe është krenari për ne shqiptarët që kemi figura kaq të nderuara dhe të larta në komunitet. Jo vetëm shqiptar, por edhe amerikan. Profesor Lajçaj, fjala për ju. Të nderuar të pranishëm, dashur miq të artit, kulturës dhe fjalës së shkruar, të respektuar përfaqësues të mediave shqiptare, zonja dhe zotërinj. Në emër të Fondit Humanitar Rapsha, me lejoni t'ju përcjell përshëndetjet me të përzemërta, dhe t'ju uroj mirëseardhje në këtë takim të veçantë promovimi, kushtuar veprës së zotëri Luigi Junçaj, ish ministër i popujve pakic dhe një personalitet i spikatur i komunitetit shqiptar autokton në Maltëzi. Ky promovim, libri nuk është thjesht një ngjarje letrare, por një moment të reflektimi e bashkimi shpirtëror që ndërthur artin, identitetin dhe kujtesën tonë kombëtare. Përmes këtij takimi, ne jo vetëm nderojmë një autor me përkushtim të lartë ndaj fjalës dhe kulturës, por edhe afirmojmë vlerat që na bashkojnë si komunitet kudo që ndodhemi në botë. Në këtë rast, shprehni njohjen time të veçantë për moderatorën e këtij promovimi, zonin e nderuar Brikena Hoxhalli, për drejtimin profesional dhe elegancën e saj në zhvillimin e programit. Gjithashtu, një falënderim i përzemërt u drejtohet folësve të nderuar që pasurojnë këtë promovim me mendimet dhe kontributin e tyre intelektual. Dhe ata janë profesor Lula Shpalushaj, shkrimtar dhe studios i njohur, një zënj qëndrueshëm i letërsisë dhe kulturës shqiptare. Zotëri Rafael Floqi, gazetar
publicist dhe studios, kritik letrar, I cili me reflektimet e tij sjell gjithmonë dritë dhe vlera në debatin kulturor dhe atë letrar. Zotri Zef Përgeja, shkrimtari I njohur dhe një ndër zemrat me përfaqësues të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në letërsi dhe shkrime. Në mënyrë të veçantë, dëshiroj të falenderoj të gjithë juve që jeni prezent, që keni lënë punët tuaja të jeni këtu me ne. Duhet të falenderoj për pjesëmarrjen zotëri Lash Junçaj, kryetari I Fondit Humanitar Rafsha, I cili ka ardhur posaçërisht nga New Yorku për të ndarë me ne këtë moment të rëndësishëm promovimi, si dhe për mbështetjen e tij të pandërprerë ndaj nismave që afirmojnë identitetin dhe kulturën shqiptare. Falenderimet e sinqerta drejtoj gjithashtu të gjithë anëtarëve dhe kryesisë e Fondit Humanitar Rafsha, po në veçanti në kryetarit zotëri Lindon Lajçaj dhe arktarit zotëri David Junçaj, të cilët me përkushtim, bashkëpunim dhe ndjenjë përgjegjësie shoqërore kanë bërë të mundur organizimin e këtij takimi kulturor dhe letrar. Një falënderim I veçantë për bashkëvendesin, biznesmenin dhe bashkëpunëtarin tonë shumë të nderuar zotëri Gjok Martini Junçaj, sponsori I koktejlit të këtij promovimi për bujarinë dhe mbështetjen e tij të çmuar. Të nderuar miq, sot me këtë promovim libri ne nuk kremtojmë vetëm lindjen e një vepre të re, por festojmë fuqinë e fjalës së lirë, të mendimit, të kulturës dhe të qendresës së identitetit shqiptar. Andaj, në emër të Fondit Humanitar Rafsha, ju falenderoj për praninë tuaj, për mbështetjen dhe respektin që tregoni ndaj nesh dhe ndaj autorit, ndaj veprës së tij dhe ndaj vlerave tona të përbashkëta kombëtare. Ju uroj një takim të këndshëm, lexim të frymëzues dhe suksese të mëtejshme për zotëri Luiz Junçaj në rrugtimin e tij krijues. Falënderit shumë për vëmendjen dhe mirëseardhje. Në një vend letrar nuk kishte se si të mungonte fjala e profesor Lulash Palushaj. Një njeri I letrave, publicist, autor I mbi 15 librave, dhe sot kemi kënaqësinë ta kemi mes nesh. Zoti Lulash Palushaj, fjalë për ju. Zoti Luiz, mirë se ke ardhur të vllazën tu, të ne, të diaspora shqiptare, dhe në përgjithësi e kam një mendim me të luhe jo guximin, por atë përkushtimin tënd se zakonisht shkrimtarët, autorët, ja fillojnë me poezi, e pastaj shkojnë gradualisht tregime, novela, dalin edhe në romane, tjera. Unë me lejoni si vllazën, këtu të përshëndes se kam ju gjithve me zemër, u kam edhe vllazën, edhe miq, edhe shok, edhe kolegë krejt. Po më lejoni këtu, vërtet, se tash 30 vjet bashkëpunojmë me Rush Dragun, publicist shkrimtar, me Pjetër Jakun, publicist shkrimtar, me Eduard Alikun, drejtor I mediave televizionit, me Zef Përgegën, të njohtun, e të mirë njohtun, edhe me ju thënë drejtën shumë I përkushtuam për shkrimet që I ka kushtuar majtësisë madhe, me Rafaelin, një studiues që thënë pak më parë, gazetar, jo vetëm mirë njohun, por vërtet I përkushtuam se fjala e tij zanën gjithmonë edhe në media dhe tjera. Po unë me zemër po ju përshëndes juve, edhe dua t'i baj disa, si thuash, me I vanë do mendimet mia pak fjalë se si unë e jetova këtë roman që e lexova. Pra miru takoshim gjithmonë me të përgjimet e Luiz, unë këtë
roman, kjo tokë ju prek. Po, të lexua këtë roman të autorit, Luiq, që masolli doktor profesor Anton Lajçaj, cilin vërtet e përgëzoj, edhe falenderoj, por përgëzimet ndaj Luiqit janë me zemër, nga ana ime, por thellë me zemër pikluame dhe shumë përmalluame se çka jetuan dhe çka përjetuan për ne dhe na, për ta e për to, me gjysha, e gjyshe, nan, e bab, motra, vllazën, të u drill, lot për njani tjetrin dhe të e pa e përjetue, besa shumë dihatun e tu dihat në vaj, e me lot, dhe që s'ditën me ndalë, as po ndalin, tash e 60 vjetë ma parë. Të kësaj mëlsi male, me baraqe hot grut, të shkoj me luharë, e tuz me rëfina. Thue, se na unë për krahën, o zotë, me këto ljutje, me këto drilluna, edhe nga Rapsha, edhe nga Kermenin tash 30 vjetë e sa, nga Kastrati, Shkreti, e Shkodrat me rëfina. Po qka, dhe me ju thamë, asni nuk mbet djarë, nanët, pa shko me lotët. Asni bi nuk unda me shko si bashkërte me bashkërte, pa i derë ato lotë. E me ju thanë besa edhe disa pritma dhe të kukatuna, vla me vla, e tjerë, ka jemi të shkuve, e ka po vetimi pa disë se ka ja kemi mësërë. Këto të drilluna e shumë mejtime, vërtime, anë këthe agonije, si, e sa, po përfundon, e në vërtet nuk po mbarojnë, e po përfundojnë vetëm në rrugën e lartë. Këtu, ta në romani i Luiqit Junçaj, për mes personazheve që ai ka trajtue, theksue, e me to ka kryuar tablo e ftyra, të moralit e të knaj, me atë karakter që kishin prinja, dhe ja fillon me një djalosh të ri, vatën, e me nocin, edhe me hilën, që është pak më shumë se këta, për ndalje nga familja dhe nga vendinja. Në përshkrimit të autorit që në fillim paraqet familjen e Stakës, si zot shtëpije, ku fjala e kryefin familjar, zën vendin kryesor. Ne e cunimi dhe rregull familjar, të e ditë se çka veprohet dhe si duhet veprohet, prej më të madhit e deri më të voglit. Tek Staka, diella e shosja e tij, vata djalosh i parë, bora vajze atyne dhe soponi. Djali vogël në këtë vepër rreshtohen me përpiknim detyrat e tyne e secilit çka duhet veprohet sipas moshës që i ka. Dhe angazhimet që u jepen dhe duhet realizuar. Vata si djali pari Stakës, edhe sa ishte në rrethin familjar, ku nga baba që e përkrafte shumë, për të ba dikush me emër, tregonte edhe shurtësi, në rast të bisedash me të tjerë, gjanë që e nderoshin sa i ri, sa bukur flet, sa mënçën flet, dhe atë formë vanjes ja përkrahte vetë Staka. Pra të atë, se jati i ti ashtu dhe vepron të për djallë. Por, në këtë që duhet tanë, kur nuk janë vjehra, burri me grue, janë asë më të lirë për shdo tanë, dhe e ama e vatës me shumë frikë, e me vrejtje i banë të burrin bashkërtit, mos ja rritë menën këti fëmi, se mos e të pro me ta, se për kledja, sa e sa që ka po i banë ti, nuk i dihet të nesër. Fjallet e djelës, mos ja rritë menje, janë gjithmonë të shenjta, të shpeshta, që fëmiu vetë, mos t'i shpangjet rrugës, po t'i jetë fryt i bitunis, mirësjelljes, lavdësisë për të ardhmen. Me matë, realisht, se si do
të shkojnë punën në të ardhmen, vatës më afër është e po i del fjala sonës. Motra Bora, si vajzet e re, shumë e re, çdo gjë punë shtëpiake, si mrenda, si jashtë, si ndihmon shumë diellës, për ata në svet, me ata që ndonjëherë si mota për vllazën shon nga ndonjë fjalë të mirë, të dashur, levata as sopoli kur nuk i largohet as nga sy, as nga zemra. Në ditët në vijim, vata për prim, po bëhet argument fjallësh. Pse nuk vjen në shtëpi, çdo natë, dhe a thue ka ndryshuar sjellja e tij në mësime, Amerika bëhet subjekt me shuar mësime dhe përfundimisht Amerikë e s'ka. Pa e di prindja, si djalosh i shkallë, i menshëm, egocimitar, në veprimet e veta, fjallën, u a kishte dhënë Osmanit, Hilës e Nocit, se Amerikën e kanë dhënë e Armenisë për jetë më të mirë. I kishte dhunë për para, apo ka plua mendimi se Amerika është vend paraqës. Për të armen e tyne, gjatë që ishtë nënde e vaqë më fort brendat që kishin brinja tyne, vojtjet, skamje, me zikë farë o zotë shtërësisht. Dhe përfundimisht duan me u largohet nga mësia. Marrin dhe e marrin rrugën vetëm në shkuar. Para nisjes, rrëfehen të tre, ndaj prindve të vetë, që jo vetëm stakën, po dhe lushin e pa lushin, i bjen në akt përfundimtar sa s'kan qka bojnë. Mos mja ullën lejen, prap nuk është e mirë. Mja ullën lejen u këputë zemë, u këputë në kamë, u këputë në duar. Hej, familjarë të tjere sa e kishin këtë lodhje, këtë plakë nga majësia. Pranojnë të niset vetëm me një kërkesë. A i falin për atë rrugë, apo i japin halalin në këtë kuptim të rrugës që fjale që i ndëgjuan Zoti unimot, e pa që rrugën e harit edhe shtektimi fillon. Një besnik, shofer, kodeci, anë shpëtimtari tyne, që një qast e ma parë rrugën për në Sloveni. Si afrohen, shka përjetojnë në një lokal ku ishte si hanë, duhan gjish, e ku pihej shumë alkohol, këshillat e ndërmjetësit se që rrugë do të ndishin ata për të kaluar, noci e hila me fjallë të vatës ikin, sepse kur ju afrohen kufinit, vata i hetoj ushtarët e hetojnë vatën, dhe s'ka tjetë rrugdalje, por këtyne të dyve me dorë u jep zemër, ikin edhe largojnë. Nërsa hilat e noci vazhdojnë edhe kalojnë kufinin, në tjetëran me shumë mundime bahen, me shoferin, me kolecin, edhe me atë nërmjetësin që u jep të udhëzime me shkuar e me kalojnë në Itali. Vata, si në çdo herë, i urt, i menshëm, i zgjuar, i afër. I ndihmon një ushtar shqiptar që e kishin kapën kufin. Dhe në sekretin më të madh i thotë, aty ku kanë futën biruc, ato drasa nuk janë të marthyeve, po largoj drasat edhe ik në kohën e natës më të erë që ta merr mend. Dhe vata ashtu veproi. Autori i këtij romani, kjo tokë ju pret, e zbërthen mirë dhe me kujdes për të larguar, sepse ku shkon vata e bahen atje gëzimin që përjetojnë se edhe aje erë nuk u dan nga shokët, u futet para se nisen një spion, që me u thënë drejtën maqësor, i kanë di këta spiona vetëm kur e kanë pa
edhe kanë përcjell me vrasjen e Zef Miliqit të ati në Triesh, do të Smajlit e meshtarit ati në Lugjet Thella, edhe ati Pret Pullit, po ashtu në Lugjet Thella, thonë me vete o Zot, a kemë menduar në një herë si majsor, apo jem traktuar me besë, me burni, me karakter, me të gjitha. Edhe u kem hap derën, por ata kanë luajt ndryshe. Sepse ky spioni i përcjell ushtin merrin dhe Osmanit i duhet, me si se kishim marrë vesën, i duhet lejë sa më parë e më lëshue edhe s'kishte kohë më treguar shokë. Në kamp, çka me ju thamë? Si kampi? Unë kam kënë në një vizit me 69 në Kapua Kaserta. Aty ke burra, ke burnesha, ke gjithë par njerëzish që ikin me hallet veta dhe njeri aty hasë, në shumë, tip njerëzish, vese njerëzish. Të thush edhe të besës, po besa edhe shumë edhe trati. Vata tratohet dhe në kohën e lirë shkonin shqipion atje se si luajnë bigjos. Edhe merë guximin me luaj bigjos me një pren, cubi nga Kosova, të cilin në intimitet ma goqën këta pëdalin se në ditë tesësh. Dhe për kuriozitet, se ndoshta gjata por uke po i falje, aty në kamp kishin nëllë shpetimtarët e Vatës, për të nëzirë nga kjo situatë. Maljota e Tonja janë dy personazhe në roman nga bashkëpredligja e Vatës. Dhe në mënyrën ma përkushtuame, si të thuash me atë mënyrën jo fyese, jo kritikuese e nxjerrin Vatën prej situatës. E pranon, largohet, nuk luhet ma bigjos, është taj Vata që ishte. Po këta këtu, të përfundue, qka do të thotë? Luizi e ka shtimi një dhimbje madhe në këtë roman. Noci e Hila Punoshi, si kanë punu dhe tjertë majsor atje nga 69-ta, atje në Itali, Roma, po në vende tjera, Trieste, Napoli e kështu, dhe ky merr një motor me shku në punë. I ndodh aksidenti, vdekje. Si e përshkruan Luigi këtë lajm shumë tikues, shumë trishtues, dhe qohen atje vendasit edhe për të ngushtuar atë familje. Jushin, prenën e kështu me radhë. Si do në Vata me shërua vetën. Maljota me tonën duen të largojnë vërtet nga loja që kishte filluar, dhe një vajzë që njëna ka metë, edhe emën si ajo si Prega, ajo Nita, ajo Drama, një vajzë bukuroshe nga Shkodra, e ikun, dhe këtu e kanë zirë me mjeshtëri Luigi Hallin e shqiptarve të Shqipnis, unë po tonë Shqipnis, se nena kanë pa dame ta por kur danë prej tyne, jo. Çdo person që ka provua atje, ka tje poshtë të Velipoj, dhe vësh, tanë Shqipnia, apo nëjnë të kërmeni, shumica tyne kanë përjetuar vrasje nga plumbat e enderizmit të komunizmit. Vata dashnohet thellë me anë të Tonës dhe Malocës në Nitër. Dhe këtu për e përfundoj është e ka janë lexuesin në një antë dhe mirë ka ba, vetë autori. Nita shumë e dashnume në Vatën, Vata edhe, si vjetëri, si vajzëre, si garinë. Por ajo që ka e shkatron e demoralizon shpirtisht Vatën, kjo vajzë me agjen e vetë
merr lajmin në shkuar në Australi. E kjo pamje, zotni Luiz, na ke pamje me mendua shumë, ato do të bashkojnë këta 2 djelë ma. Me gjithë se fjale e bacë, thot edhe në fund të botës në qofsh, unë ty me të gjithë. E po e përfundoj me të fjali këto. O Zot, po drejtohen, jo vetëm mëjësis madhe të 2 anëve kufinë. Tash 65 vjetë, tash 63 vjetë. A ka urat lutje, mesh, që qohen për këtë pjesë njëzve. Gjithë në për aeroplane, pa pas në një defekt, në një viktim, larga saj në mërëzua një aeroplan, me shkatruar. Dhe Luiz, të qofë, shëndeti gjithmonë të majë ty, familjen, gzim të malë, urime, e qëtu është edhe vepra tjera, mos më dalë, e unë po ju kërkoj falje për gjitha e gjithmonë ju jeni pikfaqja barë, unë ashtu gjithë kam qmoj, ju falenderoj e unë si malësor që keni ardhë me shosnume, e me në shosnume gjithë neve, sepse shosnimi ashtë ma i madhi. Mran atje ishin në një manifestim, po nuk ishte politik. Por, po e thunë gjithë juve, a thunë mërgata mundet me që zonin, e me nalë ato brasje, bab, djallë, teze, vrasje qdo dit, drog qdo dit, nga tresa në parlamente, me shkatruan janë i tjetër anejnë e këtej. Si diaspor të aqojnë zonin, sepse diaspora gjithmonë ka pas zonin e shpëtimit trodhe shqiptarë. Ka do që një. Faleminderit profesor Palushaj për këtë detaje ka shumë të mdhash në datë lidhur me librin e autorit. Unë duhet të them që në ky libër ne kemi arritur të gjejmë, në për ato vargje kemi arritur të gjejmë besën e shqiptarit, guximin e marrësorit, kemi gjetur ndjesitë që të lë emigracioni, kemi arritur të kuptojmë traditën familjare, marrësore dhe shqiptare, dhe përshkruhet aq bukur dhe aq e detajuar se si është hierarkia në një familje shqiptare, që duket vitet e fundit ndoshta nuk po kemi aq sa ka qenë dikur. Dhe për ti jemi mirënjohës për çdo varg që kemi shkruar në atë libër. Unë kam nderin tashmë të ftoj kolegun tim, zotin Rafael Floçi, publicist, gazetar dhe kritik letrar. Zoti Floçi, jam për ju. Të dashur pranisëm, nuk pata kohë për me shkruajtur gjatë, pasi dhe Lulashi e trajtojnë mësisht, po unë pata rastin dhe fatin e mirë ta kisha autorin në studio, në cilin zhvilluam një intervist, që pasi lexova me një frymë librin, arritëm të shtjellojmë disa detaje mjaft të rëndësishme të këtij libri për historinë e gjithë Malësisë. Më thoni, a ka ndonjë libër tjetër të historisë të Malësisë që trajtoi atë moment kur shqiptarët nga Malësia ndodheshin në kampet italiane. Shumica për juve këtu, kush është më i moshuar, ka kaluar përmes atij kalvari. Dhe autori pikërisht, duke trajtuar në aspektin tematik një temë pa prekur në letërsinë shqiptare, ka bërë diçka tjetër. Ka shtruar një pyetje të madhe eksistenciale për secilin prej nesh. Kjo tokë ju pret. Ju gjithë e keni bë vetes këtë pyetje. A kemi bërë mirë, ju dhe unë, që kemi lanë vendin tonë dhe kemi ardhur në këtë tokë bekume? Thellë në ndërpjekjen e gjithë secilit na vlon, na mundon her pas here kjo pyetje. Dhe zgjidhja e kësaj pyetje
E pikërisht autori ka dash nëpërmjet kujtimeve të veta. Ai sot është rreth 70 vjeç, por ky libër ka fjetur në sirtar prej kohësh. Kur e pyeta, personazhet e këtij libri kanë prototipa real. Vata është vllai i Luigjit. Historia e jetës së tij është miqëruar aty. Si Vata janë dhe një sër personazhesh të tjera. Njohja me Cupin, djalin të Zak, është pikërisht njohja që ka bërë Luigi vetë me djalin e Tezës vetë nga Kosova. Sepse malësia e madhe nuk është vetëm një pjesë shqiptarie në kull të Shqipërisë londineze. Autori na jep shqiptarin, trojet shqiptare, shqiptarët e çdo krajine, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët që aratiseshin nga Shqipëria në diktaturën komuniste në përmbajtjen e këtij romani. Aty gjej realitetin e kohës, realitetin e viteve 60, 68, 70. Është kjo vërtetësi që e bën romanin sa të vërtet, aq dhe të rretës. Ndoshta do të ketë mangësi, është vepra e parë e një autori që shkruan në moshën 70 vjeçare, që përfundon këtë roman. Po dhe kjo ka një histori tjetër. I falenderoj autorët si profesor Lulashin që shkruajnë, vazhdimisht po e shkruajnë edhe në dialektin gjerë. Ky është përpjekur ta jap këtë vepër në shqipen letrare. Pse? Ndoshta s'ka qenë qëllimi i tij, ndoshta dikush, siç më tha, me porosin e autorit Rancamaj e ka kthyer në shqipen letrare, se rrit auditorin. Mund ta lexojnë edhe shqiptarët kudo në çdo cep të Shqipërisë. Një roman mbi historinë e malësisë së madhe, që shtron pyetjen që është dhe titulli i këtij romani, Kjo tokë ju pret. Ju pret juve, më pret mua, na pret të gjithëve. Megjithatë, pata nderin ta lexoj këtë roman dhe të analizoj në aspektet artistike, në aspektet e krijimtarisë, sepse të krijuarit e një vepre artistike është të shfaqësh shpirtin, ta tregosh shpirtin tënd në duar, edhe atë ka bërë autori. Edhe pse ishte nënshkrimtar e fjetur, ju duhej një lustër suvatimi, siç më tha gjatë intervistës, për të përfunduar këtë vepër. Po dalemi disi edhe tek fundi, është një fundi i hapur. Nuk është një happy end. Jemi mësuar që në fund fare do dy çifti njëta ose Vata duhet të takoheshin, duhet të përfundonin së bashku. Jo, është e hapur. Sepse historia e fateve tona gjithmonë ka qenë e hapur, edhe në fund, pavarësisht si kemi ardhur. Por do ta vlerësoj autorin për faktin që na ka dhënë elementet të jetës malësore në pasqyrimin e për jetës së përditshme të familjes së Vatës, elementet e asaj dukurie që ndodhi në vitet 68-69, kur malësorët lanë malësin edhe erdhën këtu, e që na mbart edhe sot e kësaj dite pyetjen, a bën mirë që ikëm. Kjo i drejtohet që secilit. Autori ka dhënë në roman përgjigje, ju lutem ta lexoni, do ndjeni edhe ju si unë i emocionuar nga përmbajtja e këtij libri dhe ju uroj autorit folëm bashkë që të një interviste për mundësinë e vazhdimit apo të një triologjie, por të presim, të shpresojmë të ketë shëndetin Luigi edhe të ketë ktjellësinë që ka në këtë roman. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, zotë Vlogje. Nuk ka se të ndodhë ndryshe, sa herë që unë jam në për eventet e komunitetit shqiptar këtu në Michigan, si një regjizore dhe aktore e skenës dhe teatrit, normalisht do doja të ndaja disa vargje me ju. Dhe në momentin kur unë kam lexuar Kjo tokë ju pret,
e kam ndjerë si një formë ndryshe të poezisë Petrit Rukës. Është ajo baba në Ika, edhe është fiks ky moment. Baba, ne ikëm, shtëpin e praktisëm. Në kohë e gjithë që jeton sot gjithë bota, edhe foton tënde nga muret e zbritën, si dryn, një palot vendosën të porta. Ikëm, rikëm, vendlidhjen e vranë, në metropole që vlidhe si puna e liqve, ke parasysh kur e mbledhi një pemë dhe ngjishet si në vargjet e fiqve? Unë gjeshëm këtej në për hallet të reja. E humbëm edhe gjyparin, edhe gjumin, edhe këngën. Gjithçka është e gatshme në për dyqanin e luksoze. Dyqan psikologush të kallajisë dhe zemrën. Ne ikëm edhe varin ta morëm me vete. Të djelen të takojmë në xhamin visual. Me mend i vëm lullet, 2 lotë, një cigare. Jetojmë me simbole, një botë me manual. Në fshat nuk shkojmë ma, e kemi me vete. Tashmë gjithçka e kemi me vete në një kuti. Kjo kutia, baba, e ka një kompjuter. Në xhamin e ti takon çdo njeri. Në xhamin e ti bëndasëm gjenuse. Pudhdim të vllai në tjetër kontinent edhe nënën e varos nga 100 kilometra kur e fusi në bar me videokonferencë. Ne ikëm edhe kemi kohas të mendojmë. Nxitojmë që thjesht është në mod nxitimi. Në kohë e gjithë që jeton sot gjithë bota, ikën edhe tur kanistra pikullimi. Faleminderit. Tashmë do doja që të prezantoja një njeri, një figurë shumë të njohur të komunitetit shqiptar të Michigan, por jo vetëm. Kënaqësi të prezantoj në një emër të njohur të kulturës, historisë shqiptare, zotin Zef Përgega, autori shumë librave, studiues dhe historian i përkushtuar. Me penën e tij ka ruajtur dhe ka ndryshuar kujdesin e kombit tonë. Zoti Përgega, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, tash ai që flet i fonit duhet me pas pak kujdes edhe shumë gjëra u tharën këtu. Po e di pak me fjalën e profesor Lulashit që tha autori na ka lënë namt. Sinqerisht dhe kur e kam lexuar librin, kam përjetuar edhe unë këtë tip të ankthit, pse autori nuk e ka mbyllë, si thush ata, po shiko, vetëm Markovoli mbyllet, kurse historia gjithmonë është e hapur, plaga e migracionit është e hapur, emigracioni është një flak ferre në fakt për shqiptarët, për të cilët kanë arritur të mbijetojnë falë inteligjencës dhe sakrificave që kanë bërë. Unë kam përgatitur nga 2-3 gjëra, nuk do të ndalem në thellësinë e romanit, të cilën për mendimin tim autori ka një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj temës, por edhe që e ka nxjerrë në dritë këtë dramë të shqiptarëve të Malësisë, e cila është një dramë që flan thellë në shpirtin e tyre, por që ka arritur mbi bazën e ta sqarojë ose ta nxjerrë bukur në mënyrë letrare, në bazë të dialogut që të tregon filozofinë e malësorëve, një filozofi që ekziston edhe sot në batrat e tyre. Unë po jap disa mendime. Malësorët e Malësisë, nuk punon kjo? Okej, ka kështu në poshtë. Malësorët e Malësisë madhe, për nga virtyti janë si rrezja e diellit në pasqyrë të detit, edhe për nga bujaria njësor në palën e flamurit të Deçiqit. Ata dhanë shumë për vendinjen, për ta lartësuar figurat frymëzuese legjendare të komit, edhe në fushën e humanizmit, ndërkohë që ata në vendinje, si shenjë nderimi, po botojnë libra në lamit e tema të ndryshme të denjë për konkurrim kombëtar dhe ndërkombëtar.
Një komp nuk e shohin luftrat, kemi përballuar 56 pushtime, po jemi zbukluar se nuk kemi shkruar, dhe aq më keq që historinë na kanë shkruar të tjerët, sipas interesit. Në këtë kuptim, romani i autorit malësor Luiz Junçaj, kjo tokë ju pret, që po promovojmë sot, është një vlerë e shtuar për bibliotekat tona dhe dëshmi e këtij konstatimi. Po ndalim në disa refleksione filozofike të përdorura nga autori në dialogjet e personazheve të këtij romani, të cilën e bëjnë atë paralexuesit fort të pëlqyeshëm dhe dinjitos për temën e emigrimit dhe dramën e tij. Familja Stakës përbëj prej 5 antarësh me bashkëshorten, me diellin, djemt, vatën, sëkorin dhe bijën e tyre Bora. Është një familje tipike tradicionale malësore, ku fjala e besimit shkon më lart se tymi. Po e reja që po vjen duke i mbajtur syt për të dedit, po janë tonë themeljet kullave tona nga globalizmi internacional dhe nëna tona për të tjerët po i përkundin djepat. Autori Junçaj me një mpreftësi origjinale në frymën e lirisë natyrore e përdor shumë dialogun me krahasime shprehje filozofike sa të duken se kanë dalë engas nga shpirti i lisit malësisë. Për shembull, ulu grua se nuk e pushuar ves në lëvizje si bishti i kalit. Ky din vetëm t'i lëshoj mizat e vetat e tjerëve. Kur ti gjesh duke punuar, puno me ta. Kur ti gjesh duke ngrënë, ha me ta. Rashtat duhet të gdhendë, trupi të rritet e mendja të piqet. Ma mirë 3 fjalë të mondra se 100 hapa të gabuar. Ai që e ndes në fillim zjarrin e dialogut është rrëfimi i Stakës me të birin e tij Vate që ka vendosur të largohet duke lënë shkollën dhe ëndrat të fikën përfundimisht në dheun e të parëve të tij. Fronti i luftës për një jetë më të mirë, mbasi shpresa në kupolin e shtetit huaj mbi krye ka vdek. Kjo ndjehet në bisedën mes Gjakut, shprehur në pikën e lotit të nënës, kujt po e lëm malësinë? A mos kënga e qyqeve, po zëvendëson këngën e flamurit? Këtu është burgu i jetës dhe ne duam ta praktisim atë, po të ikim jashtë, jo për të kthyer shpinën, dua ta praktis vendin se nuk dua t'u plotësoj dëshirët atyre që dëshirojnë të na shohin të nënshtruar para kampëve të tyre të mbesim shërbëtor. Këtë përgjigje jep Vate baba e tij dhe autori Junçaj shton. Kur e kuptova errësirën e vërtetë, në atë errësirë u zhduka dhe vetë. Ndërsa djella ema i drejtohet, birë, sado që ty të duket se me ka shkelur koha e unë ti të bëj vetëm punët e shtëpisë, syri i shpirtit tim shkon shumë më larg. Por nanat janë delikate dhe ndrojnë mendim, si djella me sy të përlotur. Po, si mund me u vërsul djalit si huti, nuk e kuptoj këtë fjallën kaqikbe? Kaqikbe, është një fjallë popullore. Zelateoj. Ja, okej, nuk e kam këtu. Junçaj përdor fort mirë filozofinë popullore, të cilën e vën në gojën e Stakës. Ka thënë frati, shko tek shtrati, mos të kap gjumi, të pushon shtati. Si dhe, me gjumë e vdekje do t'i njihemi tanë jetën. Drama mbyllës kufirit duke ndarë malësinë në 2 pjesë dhe jo migrimit është një plagë që rënkon. Kjo theksohet në këtë roman është shkruar bukur me fjali të shkurta dhe mendim deri në dhimbje nga autori, ambasadori i paqes dhe mbrojtësi i lirisë të drejtave të njerëzit. Si e çorton Staka të birin mbasi ai nuk bine? Unë ma para vdes se rrej birin. Malësorët kur nuk kanë qenë të tillë. Jo si ata laraman që e dredhen fjalën si bisht i kalit. Me sinceritet ta tregova historinë e familjes, tu e mendua se shpejt do ta merrje në dorë dhe nuk do t'i lëshoje trojtore. Malësori ka besë e fe dhe nuk të lënë në balë. Mi prita është virtyti i tij. Pres nga ti që të mendosh për familjen ashtu siç bëra unë, që nuk e lash për asnjë arsye mbasdore. Këtu kemi një kundërvendje pyetësore, pa bebir, ku Vata i drejtohet. Po ti, a e ndihmon lëvizjen çlirimtare? Po a u besove komunistave? Këtu ndërhyn autori me një tjetër frazë filozofike. Po sigurisht, sa më parë që fëmijët e fillojnë të shpreh mendimin e vet
dhe të kundërshtoj mendimin e të tjerëve, formohet më shpejt dhe ashtu fillon e piqet. Ndërsa staka i përgjithë ishim familje fetare, dajet ishim kundërshtar politik, por ne thoni morat para bukur, po ashtu është të vërtet si ishte një ideologji e rreshme, dobe e shkaktuar nga interesi e frika, edhe ti vetë birim je pakzuar në kish me ceremoni nga frati i fshatit. Pas një lufte mes familjes, ti e lësh përthen me fjalët, o moj e shkret, si mund t'ja lejosh vetes që ta pengosh ëndrrën e fëmijës se ndoshta aty e pret fati. Mos i staka u kupton se luftën e ka të humbur, u thot djemve para legimit, o bi të këtij trulli, ndimin e Zotit paqit, kudo që të shkoni, por mos harroni tokën nga u lindi, se ajo është e mbushur me eshtra dërgojq. E bata bashkë me disa shokë largua natën e shënkollit, jo pa vujtë e sakrifica, të papritur, kapet në rojtë e kufirë për gozët, ma anti një shqiptari aradiset deri me vështësi më rrinë në kampin e rrugëqatet në një shtet të botës e lirë. Natën e stoishme, duke ecë në përmal, dalon pra një lisë të reciton vargjet e mjetës. Në përterë që lëshon të nata, ngarkuar teshat kalivëc, për një pyll që kurse për e uspata, ndishte rrugën një deloq, lanë të pyllit i dukeshin ujq. Malqori e ka shpirtin gatuar nga trimëria dhe poezia dhe veta i këndon në dritën e zbet të hanës, vatë, o trim o burë. Le në frikën se nuk është e jotë, vazhdo huvën drejt qerdës së re e mos u tërhit shkurë. Të gjithë e dini se për të larguar jeni ndjekur nga një hija tradhtare sigurimi, dhe këtë Luigi Junçaj e ka përshkruar me një perfekcion të besuar. Diçka jo e mirë ndodhe në kampin e refugjatëve, si një letër bigjoze e humbur dhe ëndrës së dielles me krahun e godisë të kulçeles, pa harruar kthimin e trupave në arkivole, e këtë do ta zbuloni kur ta lexoni. Falenderoj edhe një herë autorin për këtë prurje dhe suksesën në romanet të tjera, se malësia është buve pa shtellë. I lutem malësorëve, investorit që të përjetësojnë në libra kujtesën tonë kombëtare për të mos u shuar, e në një kohë falenderoj dhe televizorit për prezencën tuaj, që të tregoni një dashurin ndaj kulturës, ndaj librit, sepse një popull nuk matet nga numri i popullsisë, nuk matet nga pallatet, nga parqet, por matet sa poet ka, sa libra ka. Faleminderit. Diku unë kam lexuar se për të lënë gjurmë në jetë, duhet të kesh një pasardhës, të mbjellësh një pemë dhe të shkruash një libër. Dhe me sa duket ju e keni përmbushur profecinë, zoti Junçaj. Në fakt, kjo Tokyo Pret është më tepër se sa një rrëfim letrar, është historia ndoshta e vllait tim, e babit tim, e gjyshit tim, ndoshta historia e të gjithëve ne, kur janë nisur me valizhet të vogla nga Shqipëria dhe me ëndra të mëdha. A i realizuam ato ëndra? Akoma nuk e dim se si. A do themi ndonjëherë pas? As të nuk dim ta themi si. Ajo që ditet e me shumë siguri është që me bindje të plotë është një nga librat që më ka bërë të përlotë. Dhe ne nuk flasim me statistika shitjesh këtu, ne flasim me ndjesi. Ndjesia që unë mora nga ky libër ishte emocion dhe më duk sikur ma kishe sjell Shqipërinë këtu, në mes të Amerikës. Faleminderit. Dua të shkoj për kënaqësinë e të gjithëve ju, zotin Junçaj. Fjala për ju. Me lejoni të përshëndes të gjithë dhe bile me emocione. Autori s'ka që ka me kojtë për libër. Se në një nga promovimet të tha, një nga pjesëmarrësit tha, të lutëm zotni apo në folë pak tha për librin tuaj, çfarë mesazhet në një thash, qoftë se ke durim me prit deri që të lexoj këto të thonë. Prit të lexoj. Do me thanë, autori e shkrua librit për të vlerësuar të tjerët. Mirë po, unë e kam shkrua librin ndoshta ja i 30 vjetë, se që nga fëminia, kur ka filluar të ndodhen këto ngjarje, më kanë met ato mbresa, i kam regjistruar dikun, ka diçka kam qitë edhe letër, po shumica aty në letre kanë tret, si e banjeta roshpia janë në tjetër. Mirë po janë kanë të registruar me një kompjuter të vogël, atje një qip.
kur kam vendos, ose para se kam vendos ta qesën dritë, nuk kam pas guxim, edhe shumë kam menua, atëherë jam drejtua Zotit Franz Samaj, si mësues i gjuhës, si shkrimtar, t'ja qesi synë dhe daj pa kohë për mua do se jem bashkëmendas edhe miqë mirë, e dhe të më napin një mendim të sinqert. Prani me ka thanë, jo vetëm që e ka qitë synin, po ajo ka kontrolua, thjesht, se unë jam i pasionuar me kegnishtë, nuk kam filluar kegnisht mësor që e kam pas qitë fillimisht të rritë. Po prani jo vetëm që ka ma vështrim që e ka kontrolua, por e ka kalua edhe në gjuhën letrare. Në pyetjen time, se ma tha, e kam shqequa Luiz në gjuhë me mail, edhe ta bile jam ka ta pregadis me ta këtoj mrapat me mail, kam ba intervenim, tha edhe gjuhësor, faleminderit nuk e kam kërkua, jo që unë jam njohë i mirë i gjuhës, si në zanë shkollës fillore të mesme, pa modesti të rejshme edhe kam qenë mirë, po ma vonë fati e ka dashë që nuk kam vazhdua shkollimet e gjuhë shqipe, ashtu që sigurisht ajo edhe amortizohet pak. Mirë po flanim, ka thanin diçka që është tepër kurajuese, tha Luiz ta kam kaluar në gjuhë letrare, se si e ke shkruar ti, s'kishe muj me ta kuptua lexuesin, ma larkë se deri në shkollë. Po s'ma si e madhe, tha shpranë, faleminderit, po uas nuk kam pritë se dikush ka me lexua jashtë mësisë madhe. Menimi i tij është ken, ati i falenderoj shumë, sikur se edhe profesor Gjovalin Shkurta i ka qenë personi i dytë, se kam pas ma pa guxim me ju drejtua, çka menon për ta, edhe anë ka thënë thjesht i fjalijit. Luiz e kam lexua, e kam shfrytua, ketja qëtë i fasad, tha, si mureve shpis, kur mjeshtrat e bajnë atë sëllatimin, veç atë dorën e bukur. E ka përmirësime kuptohet. Ashtu që ju falenderoj të gjithve, nuk dua me marrë kohë, por u falenderoj edhe jam shumë mirënjohës për kohën që e keni da, për vini këtu të kalojmë bashkë, e këta që ka thënë folësit, anë hapët, as pak nuk është ajo rastësisht, se nga fillimi i romanit kur të lexojnë, ata që të lexojnë, kanë me vrej se ai është pak e mjegulli. Është lanë mjegull apo stafat. Ashtu që fati i ditës e luatës që shkojnë 2 destinacione është për të vazhdua përshkrimi i fatit shqiptarit kur e ka braktis vendin. Në më thonë, me atë rast fillojnë qerët e reja. Faktikisht, ajo është tragedia se nuk janë në pole, po shkojnë në përqerëva. Edhe herë falenderit shumë, nuk ditë që më marrë kohë ma shumë. Falenderit edhe ju, zonja, jeni shkëzyrshëm, u uroj punë të bare, sukses paku fi, edhe zotnive që kanë kohë për lidën, Antoni Sinikocir, falenderit gjithve. 4 dialekte ka Gjermani. Në 2-3 dialekte shkruajnë kroatë. Dhe Albana Lësisha është jo pasaj ka Albana në Prishtinë Kosovë. Unë e kam shumë fjallën do. Unë voj për t'ja shpjegue, unë e kuptoj fjallën sepse e kam studiuar. Por në romane, unë e përuroj Luigjin, lauda e majësisë madhe mund të përkthehet në çdo që të thuaj. Por lauda e majësisë mbetet laudë në teknikë, dhe mos harroni se harmonia e bashkimit, nëse sa tjerë bude Bogdani kështu, shpirti i gjuhës shqipe ka qenë teknikë. Ne në fjalë e teknikë teorinë e suksesit. Të vlojnë më fort edhe janë më me patos kur janë në gegnisht. Po ne jemi shumë e fatë se jemi shqiptar, nuk kemi toske dhe geg, ne jemi të gjithë shqiptar dhe nuk ka rëndësi se
përgatitur një paper, mjafton që emocioni të translatohet edhe mjafton që lexuesi të marrë atë mesazhin që duhet të marrë. Teleshikues të nderuar, drejt për drejt këtu nga salla e kishës së Shën Palit në Rochester Hills. Si zakonisht televizori jon i përcjell të gjitha ngjarjet me rëndësi në diasporën tonë shqiptare, por që do të ndiqen anën mban rruzullit ku ka shqiptar. Kemi pas derdhën e kënaqësinë sot që të kemi një personalitet të njohur nga Malësia, një mik timin, një dashamir, një advetar, një intelektual, një njeri që ka veprua për Malësinë dhe po vepron edhe tani. Është fjala për ekonomistin e njohur Luiz Junçaj nga Malësia, përndryshe edhe është marrë me rrjedhat politike në Malësi, ka kënë edhe deputet për pakicat në shqiptarët në Maltezi, tani ka filluar të merret edhe me shkrime. Edhe pak i shkuam në mosh, po tani ka filluar dhe shpresoj që do të shkruajnë dhe do të vazhdojnë të shkruajnë sepse ka shumë për të thënë nga jeta e tij dhe ka përcjell ngjarjet. Flitet pra për Luiz Junçaj dhe romanin e tij të parë, Kjo Tokyo Pret. Na ka hi në zemër diqysh të themi ky roman sepse të gjithë ne mërgjimtarët e gjejmë vetin në këtë roman, e posaçërisht na malësorët. Luiz, mirë se ke ardhë, të urojmë suksese në promovimin tuaj të librit tuaj të romanit Kjo Tokyo Pret. Interesimi ishte i madh, na thuaj për shtypjet tuaja mbi ngjarjen sot të këtu, se këtu janë shumica e malësorëve janë në Detroit, mjerisht ma shumë jemi malësor jashtë atë dhëvët se mrena atë dhëvët. Pra ndej urime dhe një herë dhe mirë se ka ardhë. Faleminderit për urimet, faleminderit për kujdesin që keni tregua si ju si televizor, ashtu edhe disa media tjera që ishin, por për të gjithë ata që kanë da kohën me ardhë me u shoqënua bashkë edhe me vlerësua i punë të dikuj. Bile, jam, thash edhe parë, pak i emocionuar, nuk kam prit kaq interesim, ndonë se është edhe vepra e parë e qitur në letër nga ana ime. Nga ana tjetër unë edhe nuk jam as gjumëtar, as shkrimtar, profesion kam diçka tjetër se thatë edhe ju i nderuar mik, por i diçka që e ka njeri në zemër, po i diçka edhe ma shumë që e ka përjetua në përmes ngjarjeve të cilat përshkruhen aty. Ajo pjesë e jetës fillon nga familja, miqt, shokët e tjerë, atëherë sikur se mos ta kisha qitë në letër, lirisht e thoj, kisha vujt pak. Për arsye se përjetosh diçka që ka tha njënin nga folësit sa kem derdhë dhe lotë, kanë derdhë lotë edhe prindrit tanë, atëra gjëna ato me tej në terë. Qitën në dritë, sincerisht e thëmë se nuk e kam pritë, se kam e kënë aq i mirë pritun ky roman. Kam pas promovimin edhe në tus, a jam pritë shumë mirë, a mirë pritë në Shkodër edhe atje mirë forte në Koplike, por duke nisur nga ajo se këtu ka shumë asish që kam prit nga ata se kanë me pas interesim, janë ata që e kanë kalua këtë udhtim e këtë shtektim, mirë po këtu po shoh figura, po shoh persona që kanë lind këtu, janë rrit këtu, prapë e tregojnë interesimin, ajo ma ban edhe ma emocionale e ma vlerësuar. Zotni ministër, tash të kthejmë na ish ministër pak me politikë. Sa jeni të kënaqur me angazhimin tuaj dhe me frytet tuaja gjatë viteve të demokracisë, kur ju ishin nën kryetari i Unionit, ma vonë edhe në emër të kësaj partie, në emër të popullit që ju ka zell, ishit edhe ministër për pakicat në shtetin e Malezi. Na trego pak, ju lutem shkurtimisht, se do të duhet një kohë gjatë, por me angazhimin tuaj politik dhe sa jeni të kënaqur sot
me këtë komunë që e kemi që ishte fryti juaj, i gjeneratave, i gjithë neve, i mërgjimtarve, dhe shqyqyrë Zotit e kemi tani edhe një komunë të plot të malësisë e cila edhe po jep rezultatet e vetëm. Sa i takon veprimtarisë tëme në atë kohë, unë do të thoja se ka qenë veprimtari sa profesionale as edhe spontane, duke ndjekur ngjarje, duke ndjekur brenga, duke ndjekur nevojat, kam pasi obligim se në qoftë se një intelektual, ose ta quajmë ashtu intelektual, se fjala intelektual është diçka tjetër në botë, thonë duhet 2 gjenerata me kanë intelektual, atër me quaj vetin intelekt, mirë po megjithatë ne na duhet me quaj vetin intelektual në ato treva se as gjenerata nuk kem pas mundësume, por do me thanë intelektual në kuptimin e fjalës me një vetdije të ngritur. E kam pasi atë vetdije se është nevoja me u marrë me diçka që mund ne për t'i kontribut, thjesht unë i kënaqur për atë që kem për rrje dhe shumë kush në të vetë pse i e tërhjek, pse u të roqen nga politika. Të merresh me politikë profesionalisht, është po thuaj gati e domosdoshme që vish edhe deri në një fazë që të dyshojsh, mos me thanë se do të duhet të veprojsh kundra ndërgjegjes vetvetes. Unë kam shkuar deri në atë fazë që kam menduar se spakut nuk kam bën dëm, e sa kam dhënë kontribut, ata është ta vlerësoj dikush. Ta vlerësoj dikush tjetër, nuk jam u për ta vlerësua, sa që edhe kur më lutën me folë për librin, diçka nuk ka ta vlerësoj unë, as vepra ime, ashtu që as kontributin tem, le ta vlerësoj dikush tjetër. Sa i takon komunës, është i diçka që është e pazaventësueshme, është suksesi më i madh i malësorëve, i shqiptarëve në ato troje, e për ta vlerësua punën e tyre nuk do ta lejoja vetvetit. Është një thënie në politika jo përdoret se ketra nga lisi, nga lata e maltreton luanin poshtë, e thot ti që mua më qonë mizere, ka që vogël, a shef, që ka të bajnë nga naltë? I thot, po ketra, po një do luft, u luktu. Unë jam të hjek nga politika, unë nuk duhet të vlerësoj. Mendimet e mia meten si analiza për nevoja të mia, ose për nevoja eventualisht të atyre që janë ka merren me atë veprimtari, nëse dikush drejtohet, nëse jo, me ban me vrejt, unë gabime fatale, atër sigurisht do të drejtosha, por veprimtaria në komunë është në atë balansi se jam edhe ekonomist, do më thonë, tentoj të jam edhe racional, ma shumë në nënën pozitive se negative. Do me thamë për këshilla jeni të gatshëm që të nimonin që ose të ju drejtojt dikush? Po sikur dikush t'jen të nevoj, po gjithmonë, sa jam në kondicion shëndetësor, por edhe trunit. Ju romanin tu e keni lanë të hapur, ashtu si thatë edhe vetë, sepse diaspora sigurisht se ka nevoj për këso shkrime, këso ngjarje, këso rrëfime, e mas tepër më të mirë thatë ju gjeneratat e reja, ka ju kanë ardhur gjyshat e tyre, babat e tyre, axhallarët e tyre, dhe keni lanë hapur të vazhdoni. Do të na thotë kjo se ndoshta dhe ju jetoshi gjatë dhe me shëndet, e keni lanë hapur që të vazhdoni me shkrimet tuaja në këtë lami? Shëndeti dhe aftësia e trunit, veç ato 2 segmente që do të vendosin. Por si mik, po ta zbulojnë, vazhdimi veç ka filluar. Ti e din se më ka pas disa ngjarje familjare tragjike për këtë vit, ashtu që kanë ndërprej veprimtarinë, por sa është nevoja ta publikosh shumë, por ajo veç ka filluar dhe të marrë erë. E ke lanë hapur që... As pak rastisht
E di. Apo stafet. Ma mor mendja. Atëherë teleshikues të nderuar, në përfundim edhe një përshëndetje do të marrim sigurisht nga ekonomisti i njohur, njeriu që është marrë me politikë tani edhe me shkrime. Ju urojmë suksese në jetë. Na thoni një prononcim tuaj për malësorët, por edhe për gjithë shqiptarët që jetojmë këtu në diasporë. Kjo nuk ka hera e parë që e thomë se ti e din se unë jam kënë edhe shumë hera tjera, po ju na mungoni, po na jem të lumtur në qoftë se ju e keni gjetë lumturinë këtu. Te i pjesë shumë e madhe e vrej se e kanë gjetë lumturinë, ka asisht që sot unë veç jam këtu se zdi ka me apo ajtash, ashtë vonë, a nej, mirë po si gjithmonë ashtë i thanje për politikë, thonë, politikani mund t'ikin nga politika, po politika e mërë mrapa. Edhe për fshatarin, thotë fshatari mund t'a braktis fshatin, por fshati e mërë mrapan. Ju keni ardhë, u dëshiroj gjitha të mirat e botës, por besoni që i vendlindje u merë mrapan. Nuk u lënd me fjetë rahat. Do të thotë ju jeni shumë dakord me këta që po punojnë, po thuhet 200 shtëpi janë punuar nga mërgjimtarët malësor jashtë 70. Kjo është një plus i madh apo? Po, ku edhe zoti me kënë edhe aq ose 2 heras. Ju falenderoj. As pak rastisht nuk është as titulli i romanit. Ajo tokë ju u pret. Është juja. Është juja. Ecni shfrytëzoni. Na mundohen me na respektua për ata që na duam me ruaj tokën, na me ruaj. Ju na e keni lanë, na e keni shfrytzuar gjithë, por dëshirojmë që ju atë tokë mos t'ia dorëzoni kurkuj. Qoftë edhe ne vëllezërve. Hajde është juja, u pret. Ju falenderoj për prononcimin tuaj, teleshikues të nderuar. Do të përshëndesim Luigjin edhe në emrin tuaj sigurisht dhe do të kishim shumë për të folur, por sigurisht herave tjera, gjatë vizitave të tjera. Ju urojmë suksese, shëndet në jetë dhe në familje, të ketë edhe trunin e freskët dhe hala të mençur, ashtu si e ka që të vazhdojnë edhe me punime, me shkrime tjera. Prandaj, me kaq televizori ACTV, ju përshëndesim me rastet të tjera, në gëzime tjera, në promovime të tjera të librave dhe ngjarjeve që do të ndodhin në komunitetin tonë. Ju falenderoj për vëmendje, miru takoshim nga unë Luigi Gjoka i studio e hapur ACTV në Michigan. Falenderoj.